Ta ishi të banesën dhe vikin ditësën për me hapë këtë biznes. 5 euro mi prunë shpe. Ta shësaj dërgën të regana e? Mbi 3.000. Morëm një përfundim me ishit banesën dhe një shtëpi vikendi që e kam pas temin, edhe me një stok që u dasht një bugjet me vlerë mbi 100.000. Shumë shpejt kam mujt me këtu edhe atë banesën edhe shtëpinë e vikendit. Mas e ishit të banesën, ku qëndreshë tani te? Po kalohën e qira. I kam edhe 7-8 punëtori filigranis që punojnë për neve. Furnizoj edhe lokale të rreth 20 deri në 30 lokale në rajon të Kosovës. Përshëndetje me shtëmi të mediumit shqiptar që krejt nga Onadeja. Sot kom martu në Prizren me taku Durem Haxhi Fazlion, i cili merret me filigran. Por çka është e veçantë e këtij është sa ishit të banesën dhe vikin ditësën për me hapë këtë biznes. E sa ja ka po hajrin këtij biznise na ndeshni. Durem, përshëndetje, si edhe si po kalan? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë, faleminderit edhe na. Mirë se keni ja. Mirë që gjetëm këtu në punëtorinë tonë në cilën merresh me ari dhe argjend. Na trego pak si lind ideja. Ideja e kujt ishte? Ideja ka qenë si fëmijë me pas një zanat apo me pas një sen që mundë mu marë. Thjesht kom pas qef në atë moshë si 7 vjeç, mu marë me diçka. Dhe shumë rastisht jam taku me zanatin e filigranit, mami ka qenë frizere për femra. Edhe aty ka pas një kliente ku me qaq interesim sa kom pas çdo që tjetë në i zanat çfarë do lloji, mu marë me diçka. Normal edhe me shkollën, edhe me një zanat që mundet me pru një fitim. Si fëmijë, kom pas qëllim me arrit një 5 euro në javë me fitu dhe me qenë e kënaqur me aq. Në fillim e ke nis veç 5 euro mi prunë shpe, me qunë në shtëpi. Po. Tash sa i dërgën të regana e? Funa një shifër. Shifër, sakte, s'po di sa mund me përsektu, po mbi 3.000. Prej 5.000 euro jënë shëndru në 3.000 euro. Prej 5 euro në 3.000 euro. Prej 5 euro. Po. Ne të regos që shtë bënë me unit të kja? Që ja ke arrit qëllimi ta? 5 euro nuk kom mujt me arrit, edhe pse qëllimi ka qenë që aty me pas ato 5 euro në javë dhe mi nda ato për veti për me shoshni kur dalë ose për nej kurset që i kom pas, edhe pse kushte kena pas, po babi edhe mami kanë sakrifiku jetën për me arrit, neve me nalon ka një banes, ka një shtëpi që në të orme mos me pas problem me arrit që ato. Edhe normal që sëm ka taku si fëmi me i kërku prej babit pare, kom dash vetë me punua dhe me arrit që to pare që sa ka pas nevoj për me në një jave. Edhe moment që ja nisa me zanatin e filigranit, dikur rreth 3 vite, rreth 7 vite s'kom marrë kur farë pare prej këti zanatit, deri sa e mësova zanatin. Kam pas mundësin ashta me millon pak me nxe, dhe nështu me thonë, ajde ta shtim pak për para, ta motivojmë e ta merë zanatin, po në fakt ka qenë ma problematike edhe me marrë zanatin, se pare t'i lash anash në atë ko, po edhe zanatin nuk doshim me ma huazu. Nuk doshim me ma huazu, që ato 3 vitet e para ka qenë kogja vështirë për me huazu zanatin, se kanë qenë mjeshtit pak anti, me thonë, aso kunder, me adhon zanatit një triut, që nëse mas nëse ka me hapë një punëtori edhe ka me qenë një konkurenti për ata. Po, unë durova gjdo sen, durova dhe gjdo sfit në atë kohë për me arrit dikur rreth 7 vite për me arrit me hapë punëtorin time private. Të regëna cila ka qenë sfida ma e madhe që e ki pas? Sfida ma e madhe ka qenë kur ka ndash me e largu duke u mundu me maftov zanatin. Janë mundu me më qu shtëpja dinajt, shko pusho pak asaj se vjen nesër, asaj se vjen mas nesër, une apet prisha me emnu telefon, sa më emnojshë me një nga me punu, kur vike sezonat ka qenë nevoja për një shegër që mundet me ndimu. Atër e kapsha hapin më të madhe me huazu zanatin. Me thonë drejtë, zanatin s'ma kanë huazu, po një farë mënyrë e kam vjellë zanatin. E ke vjellë zanatin. Të regona, qëka sakrifikove që hape? Disa sakrifika kam pas në jetë për marri diri këtu ku jam. Veçanërisht ajo pjesa ka qenë kur e mësova zanatin, u dasht shtëpi me hapë punëtorin time, po s'kam pas bugjet se vegla ka qenë kogja të larta, dikur rreth 20.000 euro. Edhe në këtë rrugtim Zoti më ka hapur rrugën. Jashtë asaj kanë qenë edhe do njerëz që më kanë shty, kanë pru deri këtu ku jam. Veçanërisht aletet apo veglat e filigranit kanë qenë vetëm një vend që u ka shit në Shkup. Edhe unë kam shku veç me vizitu atë vend, me po një farë mënyre me përmbushat nevojën teme, me po që to veglat e kam e qenë pranishëm punëtori të une. Po me aq vjetë se kom pas 14 vjetë, ajnë pronari ati lokalit, unë po, edhe qmimet kanë shumë shtrejta, unë e veç u mundoha më largu për atyt, tha, përshke interesova muj me dit, se Shkupit ka qenë, shqiptari Shkupit, edhe më ka mundësu krejt të gjitha aletet, me vlerë 20.000 euro, pa marrë emër, bjemër, numër telefonit, kush jam, ku jetoj, veç thjesht ka dash me maqela të rrugën,
Po merr këto veglat e punës, nisja, puno kurdo që i fiton atër, nisja është. Çka humbet ti kur e rinise këtë biznes? Çka ke lënë diçka të madhe që ke humbet se i ke edhe më herët në s'ka bosha? Më e madhe. Diçka më e madhe, sakrifica më e madhe që ke humb për me konë sot ku je. Po, më e madhja që kam bërë një lëvizje që ka pas njerëz edhe që më ka përkra, po ka pas edhe njerëz shumë që ka ndarë kundër kësaj. Po, mas shumë ti që më ka përkra ka qenë shoqja. Këtë rast, kur ja kam shpjegu, kam thonë, është nevoja për më zgjanu pak më shumë me madh, me pas më shumë opsione, me pas në trek edhe orin. Morëm një përfundim me shit banesën dhe një shtëpi vikendi që e kam pas temin. Me shit banesën dhe shtëpin për me hap punëtorinë e filigranit. Po, këtë lokalin të që e keni sa. Edhe me një stok që u dasht një buxhet me vlerë mbi 100.000. A ke mujt me i fitu ato paret, a quajmë që i dha për këto kur e banesën? A ke mujt me i fitu me punë? Këtë lëvizje bërë tash ofër, me 2 janare bona. Janë gati 3 muaj që startova me këto produktet e reja me ma shumë mundësi. Dhe momentalisht jam shumë i kënaqur, se edhe atë bindje kam pas që nëse e bëj këtë lëvizje, s'ka me u kur gjo. Shumë shpejt kam mujt me këto edhe atë banesën edhe shtëpinë e vikendit. Po për mu ka qene më rëndësishme që me pas kretë ato produktet që kam dash me i pas në lokalite. A ke mendu rrezikun që nëse e shat banesën, a ke mendu rrezikun më ndej që nashta s'keme mujt me ja dalë? Ka shku mend. Edhe i humb të gjitha? Ka shku mend, po një e mira është e këtij zanati që materiali si material nuk prishet, nuk ka u vlerë. Mundet me lëviz, me urrit çmimi, po me zhdryp nashta janë gjosa shumë pak. Edhe unë me atë bindje eca, thash qofse nuk kam pas edhe shumë qarkullime të moja të mira për marrë që ato qëllime që i kam në të ardhmen. Aty ku jam, me qatë mallë që jam, më mujt me ja dalë qëllimet e vogla, për mua është e mjaftueshëm. Gjithmonë e lo qëllimet e pakta, po kur vjen diçka e madhe, vjen ajo motiv edhe më tepër për me vazhdo më tytje. Mas e shite banesën, ku qëndresh tani te? Po kalova në Qira. Okej. Kalova në Qira dhe pata atë bindje, se pak a shumë kogja vite kanë shku për këtë zanat, rreth 20 vite bëhet tash. Se 27 vjeti kam, prej 7 vjet që kam nisë më njoftu me zanatin filigranit. Dhe me një matematik temin, me një metodat e mija që kam për me i përpunu, për me i shit, me ato mundësi që është të madhon tash kjo madhi, menova që për mëna 2-3 viteve mundë me i sjellë që ato shka i kom hup. Po vazhdojnë pak të punëtoria? Po. Kjo është punëtoria ku ndiko 70-80% që i punimit punot këtu. Punëtorin tjetër e kam ofër lokalit, ku aty janë veglat e mlaja, janë procese ku bëhet përfundimi i një produktit, ku duhet mu laj, mu vizdu, mu ngjyros ose këto sene. Këtu punon shoqja, unë këtu punoj, për punëtorë s'kena pas nevojë se moment që u ka ofru ndaj klient këtu më interesu për ndaj produkt, e kemi lënë punën, kemi shërby, pastaj jemi këtu apet në jashtë asaj i kam edhe 7-8 punëtori filigranistë që punojnë për neve, se në të njëjtën kohë jam furnizues edhe me shumicë, që furnizoj edhe lokale rreth 20 deri në 30 lokale në rajon të Kosovës, edhe më gjerë në Shqipëri edhe në Maqedoni. Si dallon kur është jo origjinal? Një are apo një... Metoda më e mirë është si për ari, si për argjend, metoda me flak. Në moment që e shtim flak, del në pak krej ftyra e pastërtisë të arit, dashë argjendit. Po janë edhe metoda tjera me acide që gryhet edhe në acide aty tregon a është 14 karash, 8 karash apo 21 ka përpjet. Atë karasis më pas rast dikush marrë me ta lëshu një dukata një are? Jo original dhe me thonë, po, ka roste edhe që e ka dit, ka roste edhe që se ka dit. Po, që e ka dit këtë rast? Po, ka pas roste që e ka dit edhe është mundu në përmjet çmimit me thonë ma jep sa dush, veç po du me ek qëto. Aty lind ideja mas tani pse po don me edhe me çmim të lirë. Jashtë asaj janë rostet se ne jemi vetëmi të filigranistë që punojmë edhe me fakturë, me faktura të rregullta, me kreshitje të deklarume. Domethënë jam mundu mos me hik prej realitet, prej shteti që ka na kërkon. Na trego pak dukatën, apo arin më të veçantë dhe më i kushtueshëm që është, më i çmueshëm. Me çmime jemi... Apo ta quajmë siç dush. Për momentin, më të lirë në treg, se nuk e kam lënë qëllimin me shfrytëzu rastin edhe kur të rritet shumë ari, me shit me çmim të lartë. Kam dash me dëpërtu biznes me ari, domethënë gradualisht me përpara. Unozat, qaforet dhe varset janë sene që kërkon mas shumë ti për momentin. Modelet janë italiane dhe normal një pjesë turq.
Jashtë asaj tash kam ja nisë edhe me punu punimdore filigran me ari, edhe ajo është një mjeshtri pak më i veçantë që ari me punu në filigran lyp pak për kushtim më tepër. Se te argjendi është sado kohë lehtë, din se materiali edhe mu hup, që aty është 1 euro, 2 euro hupi. Te ari me mu hup 1 gram shkoj 70-80 euro. 1 gram 70-80 euro? 70 euro. E cilë është çmimi më i kushtueshëm dhe cila nga prej këtyne kushton më shumë? Pak a shumë e kam një mesatare të çmimit, ku sillet çmimi i arit prej 70 deri në 75. Ku në treg sillet ai çmimi 80-82 aty pare. Okej, në rregull. Ndërsa te filigrani janë do produkte që shiten me 10 euro gramin, janë do produkte që shiten me 5 euro gramin. To që janë pak matrona, që del pesha më e rëndë, mundona me ul çmimin, që mu shit më e lehtë. Mundë mos me pas problem me prit me shit një qafore, si shembull 100 gram për 1 muj ose 2 muj. Këto senet e leta, si këto vorse që janë 3 gram, 4 gram, ato i kanë 10 euro gramin, që i bjen një vorse me zinxhir bash, diku rreth 30-40 euro. A e këshyre dhe këtë pjesën në vendin tonë kushtet financiare ekonomike që njerëzit i kanë? Po, ato e kam analizuar shumë herë, po ari edhe argjendi cilësohet si diçka luks, adin. Unë s'jam mundu me ngrit jashtë standardeve, se diferenca mes lokaleve tjera mund të me thonë lirisht jam më i lirë që punoj. Po s'ka qenë ideja që me punu më lirë për me ullë vlerën e zanatit, po ka qenë ideja me punu më shumë, me shit më shumë, me mbledh mushteri më shumë. Që kjo ka qenë ideja, se në fakt me aq sa llogaritet grami i filigranit është e pakt, se një varë se 3 gram lyp ko 3-4 orë. Aty mundet me qenë fitimi posta 20 euro, 22 euro. Tu e llogarit që senet e arit është puna e dorës më e shtrejtë, normal diçka më e veçantë që mundet më kanë ajo çmimi mundet me lëviz edhe te 20 euro grami. Po ajo është diçka më ekstra, diçka më unike. Më e veçantë. Unë të falenderoj shumë për intervistën që gjete ku me realizu. Faleminderit edhe juve. Suksese më tutje. Faleminderit. Inshallah i rikthen ato humbje që i ke pas. E kam më shpresë, edhe pse nuk e kam marrë shumë ofër zemrës, edhe nëse nuk muj me arrit shpejt. Kur do që tjetë mund. Faleminderit shumë, Knes. Faleminderit juve.